Shkëlqesit tuaja, zonja dhe zotërinj, Kryeministri Edi Rama, faleminderit shumë për mikpritjen tuaj. Faleminderit që e bët realitet këtë. Shkëlqesia juaj, Presidenti Macron, faleminderit, jemi të nderuar nga prania juaj, gjithashtu edhe jemi të nderuar nga prania e Asir Rumaja. Jemi vërtet të nderuar. Është nderi im tashmë për t'i mirëpritur në skenë mikpritësit tanë. Njeriun që për herë të parë në historinë e Shqipërisë është rizgjedhur 4 herë. Urime, zoti kryeministër, për rizgjedhjen tuaj. Kryeministri nuk është vetëm politikan, është një artist i madh, një piktor, skulptor dhe mezi presim që të dëgjojmë prej jush, zoti kryeministër, fjala është për ju. Was able to run 4 consecutive terms. Congratulations, Mr. Prime Minister, for your re-election. Prime Minister is not just a politician, he is a great artist, a painter, a sculptor, and we cannot wait to Së pari, hear from ju you, Mr. Prime Minister. The floor is uroj shumë mirëseardhje në Tiranë. Më lini ta nis, duke falënderuar nga zemra Richardin dhe Cecilian, që mbajtën premtimin për t'u kthyer me shumë njerëz me vete. Dhe ja ku jemi, ndërkohë që jam të jetë i kënaqur që qëndem këtu së bashku me një udhëheqës të madh, me një mik shumë të shtrenjtë, presidentin e Francës, i cili vjen në Tiranë për herë të dytë brënda 18 muajsh, pas një periudhe 110 vjeçare ku nuk na kishte ardhur as një president, kështu që faleminderit zoti president. Dhe po, kam kënaqësi, po jam edhe i tmerruar sepse të flasësh me një herë përpara Emanuelit nuk është më e mira që mund të vi apo të kesh një jetë, sepse ai e di si të flas. Dhe vjen nga një jetë e mëparshme ku i është dashur të merret me investues, me njerëz të biznesit, me kapital, ndërkohë që unë vi nga një jetë e mëparshme ku më është dashur të merrem me ngjyrat dhe me ekspozitat. Kështu që Richard na ke vënë në një konkurrencë, në një garë krejt të padrejtë. Por mendoj që është një mënyrë për të filluar e për të folur edhe për tarifat e padrejta. Përpara se sa të vazhdojmë më tej, dua të shpreh mirënjohjen dhe po kështu kënaqësinë e madhe që kam për një njerëz që e admiroj dhe ai është kaq i admiruar nga të gjithë sa që është ulur midis presidentit të Francës dhe kryeministrit të Shqipërisë. Imagjinojeni se sa i rëndësishëm është. Jasir, faleminderit shumë. Që erdhe dhe që në mënyrë bujare sollët së bashku me Richardin këtë platformë të mrekullueshme. Dhe më lini që them që në një farë mënyre unë ndjeva i fuqizuar kur e dëgjova Emanuelin të thoshte që pse në Tiranë, po duhet vi në Francë fillimisht. Kështu që më së fundi bëm një gjë përpara Francës, që është një fillim i mirë. Dua të flas shumë shkurtimisht, që nuk është pika ime e fortë me qëra fjala, sepse përgjithsisht udhëheqësit në Ballkan i kanë fjalimet e gjata dhe pas 4 zgjedhjeve rreziku
për të folur edhe më gjatë është shumë i pranishëm, por do të përpiqem të flas shkurt dhe dua të them që jemi shumë krenar për atë çfarë kemi arritur deri më tani. Më besoni, askush nuk do ta kishte imagjinuar atë çfarë po ndodh sot, atë çfarë ndodhi dje, dhe nuk po flas për imagjinatën e 100 viteve më parë, po flas për imagjinatën e 10 viteve më parë, 5 viteve më parë. Kështu që kemi bërë një rrugë të gjatë. Tani më jemi dëshmitar të rezultateve, të ndryshimeve që po realizojmë. Dhe kjo është një gjë që ashtu siç na jep kënaqësi edhe na tmerron, sepse përgjegjësia është shumë e madhe. Dhe kërkesa për të patur rezultate në nivele të larta po rritet dita ditës. Dje zhvilluam një samit fantastik të komunitetit politik evropian dhe kuptuam se sa e ndërlikuar është që të organizohet një eveniment kaq i madh, por mendoj që ja dolëm mirë. Kështu që edhe pse në pjesën perëndimore të Evropës kanë bërë kaq shumë të tilla, në fund mendojnë që të ftuarit meritojnë ushqime të shpejta, ndërkohë që ne ju ofruam majën e gastronomisë që t'i bënim të ndiheshin sa më mirë dhe mendoj që ja dolëm me sukses. Jemi sot këtu që të përpiqemi të përcjellim mesazhin që ky vend do më shumë dhe që ky vend ka nevojë për më shumë njerëz që të na besojnë. Dhe e mira e Shqipërisë është që siç e shihni, ne jemi miq të mirë me shumë njerëz. Ne duam që miqtë e të ftuarit të thonë që ne jemi partner strategjik të BE-s, të SBA-s, por jemi edhe mjaft të bekuar të themi që ne kemi partneritete të ngushta me Emiratet Bashkuara Arabe, me Arabinë Saudite, me vendet e gjirit dhe me qëra fjala e kemi ndjekur me admirim atë çfarë po ndodh në këto vende, vizionin, shtysën, ambicjen e madhërisë së tij, Mohammed bin Salman, e presidentit e Emiratet Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed, e kështu me radhë. Pra, po përpiqemi që të mësojmë nga realitete të ndryshme, nga pjesë të ndryshme të jetës dhe të bëjmë maksimumin që të nxjerrim më të mirën prej tyre. Jemi mjaft të vetëdijshëm që kohrat që jetojmë janë të ndërlikuara. Kontrollova fjalorin Webster, ku fjala më e përdorur është polarizim. Përkufizimi i polarizimit daton qysh në fillimet e viteve 1800, në Zanafil përshkruante valët e leta. Ndërkohë që për fjalorin Collins, fjala numër 1 ishte epok, një periudhë e veçantë në jetën e dikujt, apo në karrierën specifike me një karakter unik. Epok si në mbylljen e një epoke, apo në çeljen e një epoke të re, po për te analogjive, besoj dhe vazhdoj të besoj me të gjithë fuqinë time se kur Donald Trumpi thotë që Zoti e shpëtoi sepse ka një plan për Amerikën, ai thotë në fakt vetëm gjysmën e së vërtetës. Unë besoj se gjysma tjetër e së
vërtetës është që Zoti e shpëtoi sepse ka një plan edhe për Europën. Dua ta ndaj me ju këtë bindje që kur dëgjova presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës të fliste për një epokë të ardhë që po afronte, ndjesia ime ishte që në fakt, duke i uruar më të mirën, sigurisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që një epokë e ardhë mund të çelet edhe për Europën. Gjithçka do të varet nga sa shpejt do të mendojmë jashtë kornizës, sa do të veprojmë dhe të kuptojmë që në këtë botë ku çdo kush tjetër po bën të pamendueshme, Europa ka vazhduar të mendoj njësoj siç mendonte përpara këtij momenti të shfaqur në jetën tonë. Europa mund dhe duhet të mendoj të bëj të pamendueshmen. Dhe unë besoj që nuk është shumë e vështirë të kuptosh se si mund të duket kjo gjë e pamendueshme. Përvoja, kultura e ndryshimit duhet të ndryshojë dhe ne mund të çelim një epokë vërtet të pabesueshme për Evropën. I dashur Emanuel, të dashur miq, isha shumë i lumtur kur mendova që ky forum do të vinte këtu edhe për një arsye tjetër. Pasi bëra disa kërkime për të ditur më shumë për forumin, ajo çfarë kuptova është që ky është etaloni i përpjekjes për të menduar ndryshe. Jam plotësisht i përkushtuar ndaj gjithçkaje që do të dalë prej këtej e për gjithëkënd që mund të ketë ndjesinë se duhet të kthehet në Shqipëri për të investuar, për të qëndruar, dhe për ta përmbyllur, dua t'ju them diçka që ndoshta Emanueli nuk do të jetë shumë i lumtur ta dëgjoj. Po, më duhet ta ndaj me ju. Fal ndihmës së tij e ndihmës së disa udhëheqësve të tjerë, kemi çelur degën e re të Kolegjit të Europës në Tiranë. Ishte një vendim i jashtëzakonshëm që vijoi vendimin e mëparshëm të çeljes së degës apo kampusit të dytë, duke qenë se i pari ishte në Brysh e i dyti në Natolin në vitet 90 për të ndihmuar vendet që ishin përtej murit të bëheshin pjesë e Europës. Por, ajo çfarë ndodh është që kemi student nga e gjithë Europa dhe ata që vinë si student nga Europa duan të qëndrojnë e të punojnë në Tiranë. Nuk duan të shkojnë më në Francë, Emanuel. Dhe shpresoj fort që opozita nuk do t'ju fajsoj që në fakt ju jeni shkaku që ata duan të rinë në Tiranë, duke qenë se keni ardhur kaq shpesh në Tiranë. Faleminderit shumë edhe një herë. Dua që të iki nga ky podiumet mos të hyj natyrisht edhe në thelb të gjitha këtyre temave të prezantimeve, sepse është dikush tjetër që di saktësisht çfarë të thotë e çfarë të bëjë për këto tema të thella. Dhe vetmja gjë që mendoj e bëj shumë mirë është t'i qëndroj pranë këtij njeriu, të mësoj prej tij sa më shumë të mundem dhe të përfitoj nga miqësia e tij sa më shumë të mundem për Shqipërinë, jo për veten, sigurisht. Dhe
të ndihem vërtet mirë që drejtoj këtë vend në një moment në kohë kur Emmanuel Macron drejton vendin e tij. Faleminderit shumë. Presupozohet që të qëndroj për t'ju përgjigjur pyetjeve, po faleminderit kryeministër, nuk mund të lësh skenën pa ju përgjigjur disa pyetje. Faleminderit që na keni mikpritur në Tiranë, sepse është dita pas një samiti të jashtëzakonshëm të KPS. Çfarë ndodhi? Mund na thoni cila ishte përmbajtja kryesore, çfarë diskutuam? Së pari, për pjesën e mikpritjes, profesioni i parë që kemi ne si shqiptar është mikpritja. Pra, në qoftë se nuk do të pyesni mikpritësin, atëherë do të ishte pa punë. Mikpritja në Shqipëri është feja që na bashkon. Musliman, të krishterë, që bashkëjetojnë në harmoni të plotë. Papa Francesku, qoftë bekuar, kur erdhi këtu, tha që kjo nuk është e zakonshme, kjo është vllazëri fetare. Secili ka mënyrën e vet se si e sheh Zotin. Por të gjithë ne kemi një bindje që na përbashkon e që është e vulosur në kanunin ton të parë të mesjetës, ku thuhet që shtëpia e shqiptarit i përket Zotit dhe mikut. Kështu që, duke qenë se Zoti nuk shfaqet, miqt vinë e shfaqen për të, pra ju jeni të trajtuar si Perëndi. Në qoftë se do të ishte Cecilia, pra këtu, ideja është duke qenë se Emanueli këtu duhet ta ndani këtë vendin e Perëndive. Megjithatë, kështu ne i shohim miqt, kështu e shpjegonte kanuni. Kur troket në derë është vullneti i Zotit, e duhet ta hapësh atë derë dhe kushdo që është pas asaj dere duhet mirëpritur brenda, qoftë edhe armik, e nuk mund ta prekësh. Për aq kohë sa qëndron në shtëpinë tënde, nuk mund ta prekësh, mund ta urresh sa të duash, por nuk mund të bësh dot asgjë. Kështu që kjo është diçka që unë besoj vërtet, që është nder mjaft i madh që ju mikpresim. Të mikpresim këtë forum, të mikpresim të gjithë të ftuarit që janë këtu. Dhe do të bëjmë maksimumin që t'ju bëjmë të ktheheni. Diçka e ngjashme ndodhi në fakt edhe dje. Ta Perëndi erdhën nga e gjithë Europa dhe organizuam samitin e KPS që në Zanafill nisi si një ide e Emanuelit. Unë besoj se duke qenë një ide e vjetër franceze që daton pas deri tek abati i Shën Pjetrit, që i ofroi botës traktatin e jashtëzakonshëm të paqes së përhershme. Pra nëse do të ulesh e do të thoje çfarë është diçka e pamendueshme, mendojmë pamendueshme për Evropën, mendoj që traktati i Abatit të Shën Pjetrit është fillimi më i mirë. Si të garantohet paqja e përhershme. Kur e mbështeta idenë e KPS, shumë njerëz, shumë vende, që në fakt nuk ishin dakord me të në fillim dhe menduan që ishte ajo hileja tipike franceze për të ofruar një djath tjetër pa të dhënë atë djathin që kërkon. Menduan se në një farë mënyre pas kaq shumë vitesh, po dilja si një aset i rekrutuar nga francezët e që punoja në emër të presidentit për të sabotuar zgjerimin e për të nxitur këtë ide në KPS.
Ky në fakt ishte samiti i 6. Gjithçka ndryshoi. Mendoj që agresioni kundër Ukrainës ka bërë gjithkund të kuptoj që ky format është mjaft dobiprurës për të gjithë, sepse mbledh së bashku të gjithë Evropën e madhe demokratike, nga Turqia, Zvicra, në Azerbajxhan, në Armeni, dhe me qëra fjala u patëm shumë kënaqësi të shihnim që Azerbajxhani edhe Armenia janë vetëm një hap shumë të vogël larg finalizimit të një marrëveshjeje historike të paqes. Kështu që të shohësh gjithë këto gjëra që ndodhin në Tiranë është absolutisht e jashtëzakonshme. Ka vetëm një gjë që nuk ja dolëm dot të bënim, sepse mëngjesin e një dite më parë patëm Keir Starmerin që erdhi nga Britania për një vizitë dypalshe, vizita e parë dypalshe në histori e një kryeministri britanik. Dhe solli me vete kaq shumë shi, sa që e gjithë dita e djeshme ishte nën ret e politikës britanike. E shihni sot? Kemi diell me mbretin diell këtu. Pra, mbreti i 2 diell. Po ma bën shumë të lehtë jetën e punën. Zonja e Zotrinj, jemi shumë të lumtur t'i uroj mirëseardhjen në skenë presidentit Republikës Franceze Emmanuel Macron. Zoti President, sapo ka vendosur të ndryshoj rregullat. Në fakt, ra dakord që të mbanit një fjalë të shkurtër dhe pastaj ai do të marrë pyetjet tuaja nga salla. Zoti President? E kam tani në Shqip, fjalimin. Zoti Kryeministër, i dashur Edi, faleminderit shumë për mikpritjen tuaj vërtet. E dashur Cecilia, faleminderit shumë që e bët të mundur këtu. Jam vërtet xhelos që për herë të parë në Europë kjo platformë, ky forum zhvillohet në Shqipëri. Edi përcolli mesazhe shumë të rëndësishme dhe nuk dua që t'i përsëris, por dua të them pak fjalë për Europën dhe për pyetjet që ju keni, sepse është një moment në të cilin po jetojmë që ka pas siguri dhe është shumë e rëndësishme që të kemi një strategji të qartë për Francën, për Europën, e për këtë Europë më të madhe që është pjesë e këtij komuniteti politik. Dhe po kështu edhe marrëdhëniet për te Europës me Kinën dhe kështu me radhë. Ideja ime për Europën është që duhet të përfitojmë nga mundësia për të përshpejtuar e për të pasur një strategji të qartë konkurrueshmërie, duke vendosur investimet si përparësi kryesore dhe t'i bëjmë më të fuqishme. Na duhet përshpejtime e konkurrueshmëri dhe kjo është thelbësore. Natyrisht që ka raportet mrekullueshme që bëjnë shumë të qartë atë çfarë duhet bëjmë, por kjo konkurrueshmëri duhet të mbështetet në thjeshtim, duhet harmonizojmë rregulloret tona e të sinkronizojmë me pjesën tjetër të botës. Kjo është nga përparësitë kyçe që kemi. Komisioni ka nisur të hedhë disa hapa, por janë mjaft të vegjël, por ndërkohë Presidentja von der Leyen, kancelari Merz, ne kemi nxjerrë një deklaratë që angazhohemi për të thjeshtuar rregulloret për të sinkronizuar. Për të thënë që janë jashtëryeze. Në fakt, pjesa tjetër është thellimi i markut
i tregut të përbashkët. Kemi të bëjmë me shumë rregullore dhe është ende shumë ndërlikuar për shumë aktorë të tregut që të merren me tregun evropian. Dhe në fakt pika jon e fortë është që ka natyrisht miliona pjesëmarrës dhe nuk trajtohet ashtu nga sipërmarrëset. Pra, tregu i përbashkët po përfiton nga taksat që ne i vendosim vetes. Pra, ne eminojmë rregulloret që kemi për tregun e përbashkët. Natyrisht, ne duhet ta trajtojmë këtë treg të përbashkët në 3 sektor kritik: telekom, energji dhe financë. Sepse nuk janë pjesë e tregut të përbashkët, por na duhet që të krijojmë një treg të përbashkët për këta sektor, sepse është shumë e rëndësishme që të kemi më shumë kapacitete që të investojmë. Pjesë e kësaj agjende është gjithashtu edhe përparësitë e ndryshme që duhet të kemi, sepse besojmë që përveç faktit që ne nën shfrytëzojmë tregun e përbashkët, ne nën përdorim edhe apo përdorim parimet e tjera, edhe në qoftë se krahasoni Kinën e të tjerë, ne kemi shumë më tepër kursime. Kursimet janë institucione, mbi rregullohen, por nuk investohen në kapital e inovacion. Në fakt, kjo do të thoja është diçka që vazhdon prej 50 vitesh në kontinent, sepse nga kriza e tregut, ne u bëm bashkë kolektivisht për të mbi rregulluar institucionet financiare të Europës. Ky është rezultati 15 viteve të fundit dhe i vendosëm kaq shumë shtresa rregullimesh dhe këta aktor kyç që janë thelbësor për financimin e ekonomisë evropiane janë mbi rregulluar. 75% janë financime nga bankat dhe institucionet financiare. Dhe kjo natyrisht ka frenuar inovacionin dhe kapitalin e biznesit. Dhe ky hendek është shpjegimi i hendekut të zhvillimit midis Europës dhe SBA-s. Pra, përtej thjeshtimit dhe përfshirjes të këtij tregu përgjithshëm, na duhet që të sinkronizojmë rregulloret për bankat dhe sigurimet dhe na duhet t'i ndërkombëtarizojmë edhe kursimet që ato të shkojnë në vendin e duhur, në sektorin e duhur. Për mua, këto janë përparësitë kyçe të Bashkimit Evropian dhe duhet ta bëjmë këtë gjë në magnitudën e duhur, në shkallën e duhur dhe me shpejtësinë e duhur. Po kështu Europa duhet të investojë në 3 përparësi kyçe: mbrojtje, siguri, teknologji e gjelbër dhe inteligjencë artificiale. Dhe këto 3 fusha do të kërkojnë shumë më tepër investime publike dhe private. Ja pse na duhet të riformësojmë buxhetin e përbashkët, sepse na duhen më shumë financime të përbashkëta, por po kështu do të na duhet edhe dislokojmë kapacitete më të mëdha sektorit privat që duhet hynë në këta sektor kritik. Dhe pika e tretë, kur thash duhet të bëhemi një fuqi, i referohet këtyre që thash. Jemi në momentin e së vërtetës. Duke ju referuar asaj çfarë tha Edi për historinë e Trumpit, që nuk është lajm i mirë vetëm për SBA-n, por edhe për Europën. Europa mund të arrijë pavarësi. Na duhet të zgjedhim partneritetet tona dhe të shohim varësitë tona. Me krizën në Ukrainë u ekspozuan edhe kostot. Pyetja për ne është: a do të bëhemi një fuqi globale e gjelbër e aftë për të mbrojtur veten? Kjo është pyetja që ngrihet për europianën. Përgjigjja duhet jetë po, sigurisht, por kjo është një fazë e re e rrugtimit evropian.
Pra, kjo është diçka e cila do të duhet të shmangte luftën e brendshme në Evropë, gjithashtu edhe të orientonte tregjet për ta shndërruar Europën në një fuqi gjeopolitike. Kjo është agenda jonë. Një tjetër pak fjalë për KPN dhe rëndësinë për agendën e antarësimit të Shqipërisë. Besoj fort se për te i Bashkimit Evropian kemi këtë Europë më të madhe, që janë Ballkani Perëndimor, Mbretëria e Bashkuar, Ukraina, dhe kjo Europë më e madhe është vend me 650 mbi këtë milion banor që nuk merren në konsiderat as nga pikpamja gjeopolitike, as nga ajo financiare apo ekonomike. Le t'i integrojmë edhe më mirë këto vende. Le të punojmë së bashku për ekonominë, për migracionin, për mbrojtjen, për tregtinë. Në qoftë se ne e bëjmë këtë, integrojmë vende shumë të qëndrueshme, pa luftë, pa destabilizim. Në qoftë se arrijmë një hapësirë më të mirë integruar përtej Bashkimit Evropian, dhe natyrisht që jam një avokat i antarësimit e i mbylljes në 2027-ën, por kemi ndërkohë një mundësi të jashtëzakonshme të 700 milion banorëve për ta bërë këtë vend, këtë hapësirë të respektuar nga të gjithë. Prandaj, dhe është një mundësi unike dhe prandaj KPI-ja është kaq e rëndësishme. Tashmë mund t'ju përgjigjem pyetjeve tuaja. Faleminderit. Faleminderit zoti president, kemi kohë për 3 pyetje. Do t'ju bëj pyetjen e parë, duke qenë se jam këtu në sken. Para 48 orësh do të keni summitin në Francë, në Paris. Dua të di, pra summitin e turizmit, pse duhet të zgjedh Francën për t'investuar, Europën pa Francën sidomos. Faleminderit edhe një herë, kemi një prej njerëzve kyç të këtij summiti, dua të falenderoj juve, PRF-in, për të gjithë punën e bërë. Vite më parë, ne bëm një agjendë reformash për ligjet e punës, taksimin e fitimeve kapitale, tatimin mbi pakën e kështu me radhë. Pra bëm një sër reformash për ta bërë Francën një vend më të mirë për të investuar dhe për të rritur konkurrueshmërinë tonë dhe tërheqjen e vendit. Morëm rezultate sepse kemi qenë numër 1 në shkallën e tërheqjes për vitet e fundit. Është konstante dhe jep rezultate. Kemi krijuar më shumë se 2.200.000 vende pune, duke ulur normat e papunësisë dhe kemi nisur të riindustrializojmë vendin. Jemi numri 1 për këtë gjë, gjithashtu edhe për inteligjencën artificiale. Pra kemi qenë në gjendje që të rrisim faktorët makroekonomik. Ndërkohë që sa i përket stabilizimit, dhe kjo është edhe çështja e vendimeve politike, në fund mandatit tim duaj që t'i bëj të gjitha forcat e spektrit politik të punojnë së bashku dhe ta mësojnë këtë gjë. Sepse në fakt për mua fiksimi im do t'jetë stabiliteti për të siguruar këtë konkurrueshmëri. Së treti, kemi kualifikime të mira, jemi vendi më i mirë për kualifikime në Evropë, kemi rritur investimet në kërkim shkencor, në arsimin e lartë, në inteligjencë artificiale, ne jemi numri 1 dhe në fakt më parë shkonim në SBA, po tashmë kemi pajisje më të mira. Në fakt kemi bashkuar me Shqipërinë, sidomos për shkollën 42, që është një kompani, një element shumë i mirë. Energjia. Në Francë ka një vend
ku ka energji konkurruese me nivel të ulët karbonit dhe të ripërtëritshme. Për momentin është unike. Jemi tashmë të skarbonizuare për shkak të kombinimit tonë energjetik, mbështetur në 75% energji bërthamore. Ne kemi vendosur që të 3 vjet më parë për investime në energji bërthamore dhe ndërkohë po realizojmë dhe në këtë fushë jemi tejet konkurrues. Vitin e kaluar, për t'ju dhënë një shembull, eksportuam 90 terawatt për orë, 90, që do të thotë mund të krijojmë shumë qendra të dhënash tërësisht të skarbonizuara në Francë pa rrezikuar atë energji që duhet për familjet dhe për kompanitë. Paralelisht, kemi dhe një program të madh skarbonizimi. Pra, këto janë të gjitha arsyet, një paketë mirë makroekonomike, moment stabilizimi dhe vizibiliteti. Energjia edhe mund të shtoj pa tjetër edhe infrastrukturën dhe një sistem të mirë arsimi dhe kujdesi shëndetësor që bëjnë Franca një vend shumë tërheqës. Çfarë duhet të bëjmë tani përveç këtyre? E përmenda përparësinë kyçe, agenda për konkurrueshmërinë dhe thjeshtimin e rregullave në Europë. Dhe kjo pastaj do të çojë në investimet në terma fatgjata. Ju lutem prezantohuni kur të bëni pyetjet. Faleminderit shumë. Është vërtet shumë mirë që ju dëgjojmë. Do t'ju bëj një pyetje. Kam dëgjuar termin që shekulli i shkuar ishte shekulli i demokracisë. Pra, shekulli i kaluar ishte shekulli i demokracisë, kurse shekulli i tanishëm është ai i superfuqive. Jeni dakord për këtë? Varet në qoftë se konsideroni që superfuqit të mos jenë demokraci. Kjo është pastaj dilema jonë. Unë mendoj që qartësisht jemi në një moment destabilizimi të rendit ndërkombëtar. Në qoftë se marrim parasysh shekullin e shkuar, nuk e di në qoftë se ka qenë i demokracisë, por sidomos gjatë fazës së dytë të shekullit kaluar, kemi pasur një zgjerim konstant të demokracive. Dhe mendoj që me gjas, shumica e njerëzve u treguan naiv dhe menduan që ky ishte një zgjerim spontan e i natyrshëm i demokracive, sidomos pas viteve 90. Tani kemi nisur të hymë në një fazë të re, në kohë të reja, ku demokracitë janë në rrezik dhe kemi në fakt arsye të brendshme e të jashtme për këtë. Mendoj që kemi një krizë të vetë demokracive, krizë efikasiteti, sepse demokracitë tona u bën shumë të ngadalta, me gjas shumë të ndërlikuara, dhe nuk dua të hyj në shumë detaje, por kjo shpjegon faktin që ky zinxhir demokracisë duhet të përshpejtojë ritmin për të shërbyer njerëzve. Duhet të ketë një lloj sistemi të mirë të kontrollit, por unë do të thoja që problemi është mbi reagimin ndaj tyre. Dhe në fakt, në mënyrë që të jemi efikas, po të thonim që do të anulojmë këto kontrollet, pra sistemet e kontrollet, aty do kishim probleme, pse unë jam shumë favor të tyre. Unë besoj vetëm që kemi nevojë për këto sisteme të kontrolleve në vendet tona, sepse është shumë e rëndësishme në afat të gjatë, dhe kjo e bën demokracinë më efikase. Së dyti, kemi shfaqjen e modeleve shumë të fuqishme, me udhëheqje afat gjatë dhe leadership strategjik. Dhe ata japin rezultate të mira në Kinë, në Gji dhe në vende të tjera. Kështu që tashmë kapacitetet tona janë sfiduar në nivel global për t'u marrë me këtë gjë. Dhe në fakt, pikpyetja është a jeni të sigurt që demokracia është modeli më i mirë. Dhe së treti ka një kolaps të rendit ndërkombëtar për shkak të faktit se ka mungesë efikasiteti të këtij rendi ndërkombëtar tregtia. Rezultati është që marrim tarifa dhe në fakt unë do të preferoja atë mënyrën e vjetër për ta bërë efikas. Së dyti, çështjet e paqes e të luftës.
Në fund të fundit, a është e mirë që të shohim këto superfuqi të shfaqen? Në fund të ditës mendoj që për ne do të ishte katastrofike. Ideja është që na duhet demokracitë, por duhet t'i bëjmë më efikase, duhet të rikrijojmë një rend global, i cili nuk duhet të jetë një rend ku ka tarifa kudo e ku ligji i të fuqishmit u imponohet të tjerëve. Ja pse në një situatë të tillë duhet ta bëjmë më të fortë e më të pavarur Europën, e sidomos në agjendën gjeopolitike shumë kritike për Europën, sepse ne jemi ata që mund ta riformësojmë këtë agjendë. Së dyti, na duhet një bashkërendim shumë i fortë midis SBA-s dhe Europës. Dhe së treti, na duhet të riformësojmë rendin global me diskutime të reja për tregtinë, mbrojtjen dhe sigurinë, duke përfshirë SBA-n, Kinën, Indinë, vendet e BRICS-it gjithashtu. Pra për mua duhet të ketë diskutime midis G7-s dhe BRICS-it. Faleminderit. Pyetje nga drejtori ekzekutiv i Aqua Power. Përshëndetje. 2 vjet e gjysmë më parë kam qenë në Arabinë Saudite dhe jam mrekulluar nga ndryshimet që po bëhen atje në kuadër të agjendës 2030. Pra, ne po bëjmë një investim me 10 gigawatt për ujë, gjithashtu edhe në shifra të tjera për përdorim energjie. Ka një mundësi të madhe që të ketë një shkëmbim energjie midis Europës dhe Arabisë Saudite, jo vetëm me burime të tjera, por edhe të hidrogenit, që është më i lirë për t'u prodhuar krahasuar me koston e gazit. Ju e përmendët, por cili është sugjerimi juaj për të përshpejtuar zhvillimin e kësaj gjëje? Po flasim për kompani, po flasim në nivelin e një qeverie dhe të BE-s. Si mund punohet së bashku për t'i përshpejtuar këto zhvillime? Faleminderit, Marko. Nuk dua të jem shumë teknik. Së pari, mendoj që në Europë mund të bëjmë shumë më tepër në këtë fushë, nëse thjeshtojmë. Është në mënyrë tipike ajo fushë ku në Europë mund të thjeshtojmë kapacitet për të prodhuar, duke qenë më realist për standardet dhe në qoftë se integrojmë më shumë, bëjmë një rrjet të tillë europian, atëherë mund të arrijmë një efikasitet shumë më të madh energjetik. Së dyti, tregohem shumë i kujdesshëm për modelin e hidrogenit të gjelbër. Unë besoj që prodhimi i energjisë me kosto të ulët, me normë të ulët karboni, për të kanalizuar pastaj në kablo, i njohim mënyrat, dhe kur shohim njësit matëse për të transportuar hidrogenin e gjelbër është shumë sfiduese. Do më thënë, ka më kuptim të transportosh energji me karbon, nivel të ullët karboni, se sa këtë. Megjithatë është për të diskutuar. Megjithatë, kemi një projekt shumë të rëndësishëm që kemi nisur me Indinë, me Arabinë Saudite, me Emiratet e Bashkuara Arabe, Europën e SBA-n, dhe jam shumë në favor të këtij projekti IMEC, që do të kornizoj, apo më mirë, do të përfshijë të gjithë infrastrukturën dhe ndërlidhjet. Dhe kjo është një alternativë paqësore e miqësore e kundrejt një bote tjetër, pra nga India deri në detin Mesdhe. Dhe janë hekurudha, rrugë, energji, tregti e kështu me radhë. Dhe qartësisht, ju jeni ajo hallka e lidhse në mes. Kemi shumë financim. Kemi financimet evropiane të Global Gateway, kemi bankën botërore që është pjesë e këtij projekti, edhe Gérard Lestradier që është i ngarkuar në Francë për IMEC-un, kështu që unë besoj fort që nëse përshpejtojmë udhërrëfyesin, kemi të gjitha paratë dhe mund të përshpejtojmë projektin. Për shembull, mund takova me kryeministrin në Marseille dhe vlerësuam të gjithë projektin që kemi nga India, Arabia Saudite, Emiratet Bashkuara Arabe, Katari drejt Marseilles, kështu me radhë. Natyrisht edhe Shqipëria ka një vend në këtë udhërrëfyes, kështu që është diçka shumë kuptim plot. Duhet përshëndrohemi pra tek ky projekt G20-s me aftësitë dhe instrumentet e duhura që do të thotë Banka Botërore, financim nga BE-ja dhe
financime nga të gjitha qeveritë për të nxjerrë rezultate. Por unë jam një star mjaft i madh i ndërlidhjes. Faleminderit shumë zotë president që ju përgjigjet këtyre pyetjeve. E di që nuk është se keni fort kohë. Faleminderit. Faleminderit shumë për vëmendjen, faleminderit Richard dhe Cecilia. Faleminderit Jasir shumë. Më lini t'ju them vetëm me pak fjalë. Është jashtëzakonisht mirë që t'ju kesh në Europë. E di që vini nga anë të ndryshme të botës. Ky është një vend i stabil dhe i besueshëm dhe në këtë botë mos i nënvlerësoni fuqitë e cilësive të tilla. Dhe jam shumë i lumtur që jeni këtu për te shakave që bëj me kryeministrin Edi Rama, sepse këtu në Shqipëri qartësisht keni në fakt pikën hyrëse në këtë rajon Ballkan Perëndimor, po edhe më gjerë, dhe është një pikë kyçe në mesdhe dhe në Europë. Ndaj ju inkurajoj të investoni në Shqipëri sepse keni një udhëheqje të fortë dhe nuk flas vetëm sepse është miku im, por sepse ka sjell rezultate dhe në 2 vitet që vijnë, duke qenë se ka një mandat të qartë, do të jenë pjesë e BE-s. Dhe dua që të dini, të jeni të sigurt që ne si Europian do të japim rezultate. Tashmë që kemi një linjëzim të fortë midis Francës dhe Gjermanisë, do të bëjmë maksimumin që të realizojmë agjendën që folëm. Pra ju lutem investoni në Europë, ju lutem besojini Europës, sepse kemi nevojë për besimin tuaj, për investimet tuaja, në mënyrë që të realizojmë këtë agjendë kaq ambicioze, sepse mendoj që është agjenda e dur jo vetëm për europianët, por edhe për rajonet e tjera, për të krijuar sa më shumë stabilitet. Faleminderit shumë zonja dhe zotrinj, një duar trokitje për presidentin Macron. Dhe ndërkohë që shkëlqësitë e tyre largohen nga salla, duhet të qëndroni në hallin plenar dhe ju inkurajoj të dëgjoni seancat në vijnë nga Jared Kushner dhe një seancë tjetër e shkëlqyer me Linda Ramën, e cila nuk ka nevojë për prezantim. Ju lutem zonja dhe zotrinj, jeni të mirësjell të prisni ndërkohë që shkëlqësitë largohen nga salla. Amazing session with Jared Cohen from Goldman Sachs, and another great session with Linda Rama, who of course do not need any introduction. Please, ladies and gentlemen, if you be kind enough to stay in the plenary hall.